Sa po është mbyllur ndeshja dramatike flamurtare Vllaznia në futsal, fiton ekipi i Vllaznisë me rezultatin 4-5. Samir Hyseni ishte një nga pikat e kryesore që dha Vllaznisë suksesin me një gol vendimtar të 5, por dhe një asist golit të barazimit. Urime. Faleminderit shumë Gac. E meritume, besoj e kena përgatitur njëven. Gjithë çunat kanë qenë të motivuar dhe sot u shpërblyme me fitore. I përgëzojton për sakrificën mundin, normalisht edhe ty që na suporton çdo ndeshje, stafin që nuk mungon asnjëherë dhe të shpresojmë të ecim hap pas hapi drejt asaj objektivit që i kena prej klubit. Pati zigzake kjo ndeshje, ka lëj Vllaznia në avantazh 0-2, përmbysi flamurtari në 3-2 dhe vjen përmbysja finale 5-4 për Vllaznisë, pra në vërtet emocione. Emocione, në fakt nuk e kishim humbur besimin, pavarësisht se loja merr ndonjëherë real të kundërt, por me besimin e tonë djemve të ekipit, arritëm që me kthy rezultatin favor tonë. Krahas se lojtarëve me përvojë, tashmë të zakonshëm, formacioni po freskohet, sot patet edhe debutime. Si që ishte në Port Tafa, me pasi Çardaku ishte boshtit të cilët Ivziku, po kontribuan. Po kontribuojnë, sepse janë afru qysh në fillim edhe shpresoj që t'japin më të mirën edhe të na ndihmojnë normalisht edhe unë që jam pjesë e tyne. Dhe kjo është gjë mirë edhe pjesa e vjetër ka një moment pauzit që rifreskohet edhe hin ndonjëherë në lojë. Vllaznia vazhdon të kryesojë kampionatin tashmë me 10 pikë dhe distancohet më shumë nga dy rivalet kryesorë, Tirana dhe Flamurtari. Deri ku do shkojë kjo Vllazni? Shpresojmë deri në fund. Besoj po. Shpresojmë të marrim neshit 1-1 dhe normalisht për atë jena përgatit, kena qysh në fillim sezonit që dalim me atë synim, stërvitena për ditë dhe shpresojmë që shpërblejmë mundin toni herë dhe masanaj të kënaqem edhe njerëz që na vinë me na për krah. Dhe në fund nuk mund ta mbyllim pa ju pyetur për dedikimin e golit dhe të kësaj fitore. Dedikimet janë të familjes normalisht, pjesëtar të familjes, normalisht të grupit të ekipit që ndihmon dhe rëndësia është fitoria 3 pikëshit dhe të vazhdojmë ecurinë e mirë që kena. Por patjetër edhe një dedikim normalisht për babën që gjithmonë Shkodër vjen në mjek, patjetër. Mjek dhe sot në ndeshjen e ka përcjellë me vëmendje në transmetimin drejt për drejt. E po një, po. Veriu Sport. Veriu Sport. Është një super tifoz. Gjithmonë që faleminderit.